Rënja numrit të përgjithshëm të nxënësve në shkollat e Bashkisë së Shkodrës për vitin e ri shkollor reflektohet deri tani edhe në arsimin profesional, ku procesi regjistrimeve vijon ende. Në shkollën e mesme Arben Broci, ky vit ka nisur me 90% të numrit të nxënësve të vitit të kaluar. Ka një rënje në numrin e përgjithshëm të nxënësve që kanë marruar klasën e 9 arsimin bazë simit. Por regjistrimet në arsimin e mesëm profesional vazhdojnë deri në fund të shtatorit, si dhe nxënësit të cilët nuk kanë arritur mi gjetë veten në disa shkolla të tjera të klasave të dhjeta, deri në fund të dhjetorit kanë ndajë që përsëri të transferohen në bazë të marrëveshjes për arsimin parauniversitar. Vitet e fundit kjo shkollë është rikonstruktuar dhe zgjeruar duke u pajisur me laborator modern në 6 profile të ndryshme. Degët më të kërkuara edhe për këtë vit mbeten shërbim mjete transporti, teknologji informacioni, elektrike dhe hidraulike. Drejtori i shkollës thekson se një nga avantazhet kryesore të institucionit është lidhja ngushtë me tregun e punës. Në gjurmimin e vitit kaluar kemi pas 19% të nxënësve që kanë mbaruar shkollën e mesme kanë nekë studime të larta. Kemi dikun tek 60% nxënës që kanë hap biznes dhe janë punësu, dhe kemi një ramje drastike nga 26%, 14% të nxënësve që largohen në emigracion. Gjatë këtij viti pritet të nisë zbatimi një projekti të Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit për ta shndruar gjithë hapësirën e kësaj shkolle në një qendër multifunksionale të formimit profesional.